përshëndes të nderuar teleshikues, në emisionin e sotëm do të trajtojmë temën e mikrokredive, ndërsa mira qytetarë të goditur nga ai që ne e njohim si skandali i mikrokredive, presin një zgjidhje për dëmin financiar që u është bërë apo për pronën që u është marrë nga MCA dhe Final. Javës së shkuar ata mësuan se dosja është kthyer për plotësim hetimesh nga SPAK-u. Janë mira familje të cilat presin një zgjidhje dhe sot mësojnë se hetimet ende nuk kanë përfunduar. Çfarë i mban peng këto hetime dhe veçanërisht cilat janë shpresat që familjet e prekura të marrin mbrapsht parat apo pronat e vjedhura, do ta diskutojmë me gazetaren Ola Xama. Ola, mirë se erdhe në studio. Faleminderit. Njëkohësisht edhe me juristin Romeo Kara. Avokat, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Ola, po bëhen 2 vjet nga kulmi i atij skandali që prodhoi 2 vetvrasje. Sa të drejtë kemi që themi se viktimat prisnin të dëgjonin gjë krejt tjetër, por po dëgjojnë se gjykata e posaçme ka detyruar SPAK-un të thellojë hetimet edhe për të paktën 5 muaj të tjerë. Mua më duket një hap pozitiv në fakti që gjykata e posaçme ka kërkuar hetime shtesë, sepse me sa jam marrë dhe kam investiguar për temën e skandalit me mikrokredive dhe aferën ku janë abuzuar afro 30.000 qytetarë, hetimet që ka bërë prokuroria e posaçme nuk kishin asnjë shtesë të re sa i takon fakteve, provave apo verifikimeve nga ajo që kishte bërë grupi i prokurorëve të prokurorisë së Tiranës. Madje ishte i njëjti tekst që ishte administruar nga SPAK pas shpalljes së moskompetencës për shkak se prokuroria e Tiranës e kishte konstatuar si një krim në nivelin e grupit të strukturuar kriminal dhe ja kishte kaluar më pas SPAK dhe për rreth 6 muaj SPAK e ka mbajtur këtë dosje dhe e ka dërguar njësoj me të njëjtat fjalë dhe me të njëjtat presje si prokuroria e Tiranës. Dhe nga ajo që unë kam evidentuar, janë dhe pa ezauruara gabimet apo përfshirjet e institucioneve publike në aferën e mikrokredive. Dhe pa dashur të fajsoj se nëse ka fajsi ose jo një institucion ose një zyrtar i lartë ose i nivelit të mesëm në këtë aferë, nga viti 2015 deri në vitin 2024 që shpërtheu si skandal, nuk mund të ndodhte dhe të lulëzonte për një kohë kaq të gjatë, pra rreth 9 vite, derisa u morën dhe masat e para për pezullimin edhe më pas revokimin e licencave të këtyre institucioneve të mbledhjes së borxheve, po edhe të mikrokredive, po të mos kishte një tolerancë apo një bashkëpunim nga ana e institucioneve publike. Dhe pikpyetjet që shtrohen është që ky grup i strukturuar kriminal, i cili kontaktonte dhe merrte në telefon këto mira familje, ku kishte mësuar dhe të dhënat personale të këtyre familjeve, nuk kërcënonte vetëm debitorët, por edhe rrethin e tyre familjar, edhe vëllezërit, edhe kushërinjtë e parë, duke kërcënuar që do të shkojmë të ekzekutojmë edhe pronën tuaj, nëse ju nuk bindni që ata të vinë edhe të firmosin një marrëveshje të rekredie me normat e interesit që ata i kishin shumë të larta dhe që ja caktonin debitorëve. Pyetja që lind është ku i kanë gjetur këtë të dhëna personale? A e ka hetuar prokuroria këtë pjesë? Pjesa tjetër me vijimin e skandalit dhe thellimin e skandalit ishte ekzekutimi dhe marrja forcërisht pra duke tjetërsuar pasuritë e patundshme. Po Agjencia Shtetërore e Kadastrës, si e ka bërë bllokimin, sekvestrimin dhe më pas tjetërsimin duke regjistruar këto prona, pa patur një bashkëpunim me këtë grup? Pra si mundet që një bankë e nivelit të dytë të jap sinjale që kanë ardhur rreth 200 kërkesa brenda ditës nga një subjekt për 200 debitor dhe kur këto të njëjtat kërkesa shkonin te kadastra, nuk ngrihej për pikpyetja për të parë dhe për të verifikuar procedurën se sa të rregullta janë. Nga ana tjetër kemi edhe bashkëpunimin e përmbaruesve gjyqësor privat të përfshirë në këtë skem, për cilët ka ngritur një akuzë si Prokuroria e Tiranës edhe SPAK, por nuk shohim veprimin institucional nga Ministria e Drejtësisë
dhe dhoma e administrimit të përmbaruesve gjyqësor të Ministrisë së Drejtësisë, nëse ka marrë në kohën e duhur masat për revokimin apo pezullimin e licencave, apo qoftë edhe për verifikimin e dosjeve përmbarimore dhe për të parë mënyrën se si kanë vepruar këta përmbarues. Nga ana tjetër, edhe pse duhet thënë që SPA ka një hetim aktiv lidhur me përgjegjësitë e guvernatorit të Bankës së Shqipërisë tek çështja e mikrokredive, nuk e di nëse gjykata ka dashur që ta bashkojë këtë çështje si në një të tërë, por nga ana tjetër dim të themi që edhe përgjegjësitë nga ana e institucionit që mbikëqyr veprimtarin e institucioneve të mikrokreditit nuk kemi te ky hetim dhe as nga përgjegjësitë e bankave të nivelit të dytë, të cilat është thënë edhe në disa konstatime që kanë bërë edhe ministrat e drejtësisë që janë bllokuar të gjitha të ardhurat e debitorëve që kërkoheshin, pra duke cënuar dhe minimumin jetik. Dhe kjo është një shkelje nga ana e institucioneve financiare bankare që nuk duhej bërë. Dhe për këtë nuk kemi një përgjigje nga ana e këtyre hetimeve. Okej, avokat, a është normale që të mos kemi asnjë lajm mbi zhvillimin e hetimeve, ecorinë e procedurave, alternativa për mënyrën se si mund t'i kthehen parat pra familjeve të rëna prej këtyre kompanive? Nuk kemi asgjë konkrete deri në këtë moment. Para se të kësaj dua të ripërsëris diçka që tha gazetare Ola Xama, pasi unë jam referuar më së shumti në atë ulëmtimin tim pikërisht shkrimeve të saj. Ka bërë investigim të hollësishëm, edhe shkrim të qartë, gjatë, dhe radhë parë ne duhet të prekim pjesën informuese. Ka pasur disa herë edhe nga portalet ndryshme, edhe vite më përpara, edhe unë si person publik jam vënë disa herë në dieni nga persona që alegjit shkret i bie në dyrëve ku mundi, besoj do t'i ke ndodhur dhe Olës kjo punë, që ne ta ngrem të çështjen. Kam pasur një njoftim për disa vitesh dhe për një bankë, që s'po kurse emrin që është Ketreni, po tani nuk po e kujtoj, një bankë italiane, nga njerëz që kanë punuar në të, që më kanë thonë që ka një skandal, që nuk është hapur akoma, po i do hapet, lidhur me asetet e njerëzve të cilët kanë marrë kredi, dhe kjo punë ka ndodhur me bankat. Po aty ka qenë si më justifikuar. Pra është e turpshme, po të marrë një rast, që një person që ka marrë 230.000 lekë të reja kredi, pra 2.300.000 lekë, nuk ka pasur mundësi ta shlyejë, ja kanë nxjerrë në ankant fiktiv, pra procedura përmbarimore e ankantit, pra e koordinuar, fiktiv. Kompania që ka dhënë e ka marrë kredi, që ka deleguar ky përmbarues, apartamentin 7 metra katror në Tiranë, nuk është paraqitur kush, nuk është si s'kan lajmëruar njerëzit për të ankant, dhe pastaj ka vënë një çmim qesharak, sa një makinë e vitit 2000, edhe jo e firmës, as 4 milion lekë vjetrat, 3.900.000 lekë, dhe kjo shtëpi i ka shkuar gjoja shlyer detyrimi, ka ngelur një pagesë e vogël për t'ia kthyer Allegjiut, me dhënë 1 milion ca lekë, dhe me i marrë apartamentin që ka shkuar prapë në pronësi, besoj të kësaj firmës, mos gaboj MCA, që është. Tani, këtu kemi të bëjmë realisht me një krim të organizuar perfekt. Jo vetëm që ka ndodhur rasti, që banka ka konstatuar Ministri e Drejtësisë, që një person, po një kohë edhe pasi ka hequr licencën, po me që nuk ka dorëzuar dokumentacionin, dhe janë dosje pa fundje dorëzuar pa firmë, pa procedurë verbal, korridorët e ministrisë, po kanë vazhduar aktivitetin e tyre. Njerëzit duhet të dinë, kur kalon mbi 10 vjet, një borxh i keq, ai fshihet, bëhet written off. Nga çfarë kam parë në media dhe materialet e mundshme, kam parë që kanë guxuar të kërkojnë një borxh që ka qenë 12 vjet i vjetër. Pra ai është i fshirë si borxh. Edhe pse ka qenë borxhi jashtë parashikimit ligjor, pra nuk ekzistonte më ai borxh. Dhe pse ka pas licencën e hequr, përmbaruesi ka vazhduar me presion. A është vetëm politika agresive? Jo. Unë mendoj që kanë pasur një organizim
Jo vetëm si që thot Ola e nën dyshim, për mua du tjetë pa tjetër një rjetë. Edhe me kadastrën, dhe për një kredi konsumatore t'i blokosh edhe makinën, edhe shtëpin, edhe pagën, po mirë, ai mundoj të shesi makinën e ta lejet borç. Po jo t'i e blokon, që ta shesi ty. Banka nuk besoj se ka fjetur gjumë, kur unë kam 10 vite që informohem nga njerëzit nga LG për të punë. Pra ky është një treg që dikur besoj kontrolloj edhe nga mbikëqyrje financiare, po dhe nga banka. Ato rregullat e bankës e thonë në mënyrë të qartë. Çdo debitor njoftohet çdo vit për gjendjen e debis tij. E dyta, si janë dhënë këto debi? Kur këta njerëz kanë pamundësi pagese. Pra do të shohësh strukturimin të kësti. Mund t'i lësh një kohë tampon. Freskime qynë ata. Që ai të ketë mundësi të punojë. Ti mund ta investosh një debitor të madh, jashtë njëhet e investon që ai rrit biznesin e tij, njëkohësisht edhe lulëzon biznesin, po dhe ja merr ato para. Po kush i lejon këta që të kenë të aplikojnë kamata ligjore për te i vendimit gjykatës? Po si ka mundësi këta kanë bërë ankande me vlerësues, me vlerësime të aseteve në mënyrë të padrejtë. Pra, këtu kemi dhe vlerësues asetesh. Po si ka mundësi që na janë paraqitur edhe policë, të cilët bëjnë të fortin gjithmonë për të bërë presion. Njerëzit nuk janë të informuar, mendojnë që kjo zëra përmbarimore, kjo mund të jetë dhe një femër, atë shumica janë femra që të marrin telefon. Kjo flasin sikur të kanë jetën në dorë. Kam qenë në SBA. Atje ka nëpër telefonat të vjen gjithmonë njoftimi kur ndodh një rëmbim fëmie. Nëpër rrugë ke avokatët të cilët bën reklam të biznesit tyre dhe janë minimumi 15 metra të gjata ato në autostradë. Edhe disa herë më ka zënë syri që avokati thotë, të shqetësuar në telefon për një debi, shkelja shumë e rëndë, drejtorin tek ne. Dhe rasti pasaj që gazetare Xama e ka prezentuar vetë në media, i palë trashës, është rasti ku kjo punë shkon atje ku nuk duhet shkonte. Pra një person që i kishte shlyer një kredin, kalimi, shitja e debive të këqija dhe marrja nga një institucion, si është rast kjo MCA-ja, e cila të blokon një herë, pastaj detyron të rimarrësh kredi me kushtet njerëzore të këta, dhe në fund fare të merr dhe prona. Dhe kemi thuhet mbi 1700 prona që kanë fluturuar kështu, po mund të jetë më tepër. Dëmi kemi thënë ne tani shkon diku ke 40 milion euro, po mund të jetë më tepër. Po ka një krijuan këta persona duke parë, a duke e blerë, se ne kur duan këta nuk të lënë. Ne jemi një vend i vogël, ne jemi treg i vogël. Dhe kur vjen tek unë ky shqetësim, pse mos ketë vajtur te guvernatori i bankës. Dhe besoj një nga prononcimet e rralla që ka bërë të sakta presidenti i Shqipërisë ka qenë kur ai është adresuar për të nxjerrë përgjegjësinë edhe parlamentit, edhe për të nxjerrë përgjegjësinë direkt guvernatorit të bankës. Se nuk mund thuash ky është një veprim financiar që unë s'kam lidhje, ose unë nuk merr me përmbarimin. Jo, ti do merresh me gjithë çështjen që në fillim. Si janë trajtuar këto licenca? Pse kanë punuar për te revokimit? Dhe për mua i ka takuar spakut që në fillim. Me gjithë hallkën e zinxhir. Mirë. Unë mundova ta prek kështu për treguar që nuk është kështu si padashje. Si mund bllokosh ti dhe pagën prek minimumin etik, njerëzit janë të painformuar, nuk e kuptojnë çfarë detës kanë. Ajo që më i ve kapakun të gjithave, për mua janë përfshirë dhe gjykatës. Këtë e them me bindet plot. Më ka ndodhur një rast vetë për një mosmarrëveshje që kam pas me një kompani celulare për pagesën e internetit, me do të bi një internet 150.000 lekë muaj celular. Edhe më thanë ketë drejt. Ka qenë turq pronarët. Ketë drejt s'ke për të paguar. Ndrohen pronarët, këtyre tjerëve ju figuronte, por unë betëm se e dija që kisha drejt,
Thonë nuk e paguaj. Pagova diçka, la shumë pak, në mënyrë simbolike. Mbas shumë viteve, mas po thuaj 18 viteve, më vjen njoftimi që është zhvilluar gjykimi dhe ka dalë urdhër për mbarimor. Një gjykim për tema Skarallikut. Si mund të aplikosh ti në tuf, si shpash këtu në dokumentat e çfarë thuhet tani për këtë çështje, të bësh gjykim me njoftim, pa respektuar njoftimet dhe patin e tyre, po direkt njoftimi i fundit e bëjnë aty në mirë bashki, që askush nuk shkon, gjëja për qenë rregull dhe pastaj bën njoftimin. Ka ndodhur që edhe njeriu është gdhir i divorcuar me një njoftim të tillë, nuk e ka njoftuar. Por këtu tani këta kanë krijuar një kangren social. Çfarë do të propozojnë në fund dhe pastaj të hym në detaje. Këta nuk mund të kenë edhe sikur ligji të parashikoj, ligji duhet të jetë në mbrojtje të njerëzve, dignitetit tyre. Ne, për shembull, në mospagimin e energjisë kemi që nuk kalon kamata përtej asaj që është principal. Nëse ke 100.000 lekë vjetë detyrim, do të rritet deri në 200 aty stopohet. Kreditë konsumatore duhet të kenë një kufit përcaktuar të qartë. Se rastin e fatkeqit Pal Trashaj, ai i kishte larë, i kishte ngelur një 400.000 lekë vjetër dhe prapë me rishitjen e kredisë të keqet e kompania tjetër e cila ka futur shpenzimin e tij, ishte dhe fishuar prapë. Megjithatë, avokat, rasti me sa duket nuk i ngjan rastin, por në fakt po të kthehemi pak në kohë, zhvillimi i fundit lidhur me skandalin e mikrokredive ishte zhbllokimi rreth 8.000 llogarive bankare të bllokuara nga shoqëritë MCA dhe Final, dhe kjo ndodhi në shtator të vitit 2024. Që atëherë asnjë zhvillim thelbësor, madje Ola, këtë shkurt viktimat e MCA-s dhe Finalit morën një tjetër lajm, po e quajmë negativ. Gjykata e Apelit zhbllokoi llogaritë e Olsi Ibros, bashkëshorti i pronares MCA dhe Final, i vetvrarë në vitin 2024. Sa i takon zhbllokimit të llogarive, në fakt zhbllokimi i llogarive është bërë me një letër drejtuar bankave të nivelit të dytë nga kreu i prokurorisë së Tiranës, që në fakt nuk edhe pse etikisht, moralisht mund të jetë e drejtë, ligjërisht nuk e kuptoj se si një prokuror mund të drejtohet institucioneve financiare bankare. Në fakt, institucioneve financiare bankare, nëse kanë kryer ose jo procedurën në rregull, duhet ta bëj gjykata ose institucioni që i supervizon duke lënë rekomandime dhe udhëzime. Dhe nëse gjen shkelje të cilat janë të natyrës penale, apo nëse prokuroria gjen shkelje që janë të natyrës penale, atëherë nis hetim për këto banka, por nuk i bën thirrje. Gjithsesi, fakti që llogaritë është bllokuar është një nismë pozitive. Pyetja që unë shtroj është, në vitin 2024 sa vite kishin ato llogaritë të bllokuara? Me çfarë i kanë siguruar të ardhurat ata qytetarë që kanë të ardhurat jetike që i duhet për të jetuar ata qytetarë. Për të mos hyrë më pas e diskutimi që është e drejtë apo nuk është e drejtë. Sepse çfarë është e drejtë ose nuk është e drejtë, kemi ligjet të cilat e përcaktojnë më së miri. Nuk mundesh dot që të marrësh dhe të bllokosh pasuritë për një vlerë 50 euro. Ka ndodhur dhe këto raste, pra ka ngelur një detyrim 50 euro i një debitori dhe ai 50 euro më pas është rritur, shumë pishuar, pas vendimeve të gjykatave janë rritur kamatat, janë shtuar tarifat përmbarimore dhe janë bllokuar 3 apartamente. Kjo është qesharake, po të bëhet. Dhe thonë që mua nuk ma lejon ligji. Por gjykata kur e nxjerr titullin ekzekutiv, a duhet ta verifikoj se çfarë kërkohet? Pra, sa është detyrimi? Se prandaj është gjykata. Pra detyrimi është 50 euro dhe ti më kërkon mua që të konfiskoj 3 apartamente dhe të nxjerr këto apartamente në shitje. Dhe në rastin në fjalë, debitori nuk ishte vënë në dieni, se patjetër askush për një detyrim 50 euro që dhe mund të rritet në 5.000 euro nuk preferon që të ketë probleme për t'ju bllokuar 3 prona, 3 pasuri të patundshme. Lidhur me pyetjen që ju shtruat për zhbllokimin e llogarive bankare. Për sa kohë çështja është ende në gjykim dhe nuk kemi, pra akoma nuk ka kaluar çështja gjykimin para prak të gjykatës së posaçme, por është kthyer për hetime të mëtejshme. Dhe nuk ka kaluar as shkallën e parë dhe as
gjykatën e apelit, atëherë pyetja që shtrohet është dëmi që ka konstatuar prokuroria e posaçme në bazë të hetimeve që ka zhvilluar dhe prokuroria e Tiranës është 37 milion euro. Pra, qytetarëve janë marrë në mënyrë të padrejtë 37 milion euro. Nëse edhe këto para janë përfituar nga Indjeri Olsi Ibro, bashkëshortja Elda Ibro, Arben Meskuti dhe disa përmbarues gjyqësor, një notere, një vlerësuese pasurisë të patundshme. E mendoje që këto shifra abuzive mund të arrinin vlerat tilla? Do të më tepër mua. Po, dhe do ta jap një sqarim pse. Por për të dalë te konkluzioni. Pra, nëse këto para janë marrë në mënyrë të padrejtë ndaj qytetarëve dhe dyshohet kështu, në momentin që ti zhbllokon, ti nuk ke më asnjë mënyrë se si mund të ndjekësh dhe të gjurmosh këto para. Dhe nëse nuk i ndjek dhe nuk i gjurmon dot këto para, atëherë çfarë do të kthehet qytetarëve që nëse në fund gjykata e posaçme e apelit konstaton që këto para duhen konfiskuar dhe duhet t'i kthejnë qytetarëve. Çfarë do të kthejmë qytetarëve që janë abuzuar në rastin në fjalë? 1. Pyetja e parë. 2. Cila është arsyeja që duhet të zhbllokoheshin këto para? A është prekur minimumi jetik? Se minimumi jetik nuk mund të jetë në vlerën e 10 milionave euro që janë zhbllokuar për të ardhurat e familjes në fjalë që dyshohet që ka qenë pjesë e skemës së mashtrimit me mikrokredit. Tani për t'ju kthyer te pyetja, a është aq abuzimi? Sipas një raporti auditi që ka bërë Banka e Shqipërisë deri në vitin 2020, MCA ka bler një portofol kredish me vlerë 85 milion euro dhe ka paguar për këto 5.2 milion euro. Dhe të ardhurat nga mbledhja e borxheve ishin 10.2 milion euro, pra ka fituar 5 milion euro nga kjo. Nuk e dim se sa ka përfituar nga tjetërsimi dhe shitja e 1.700 pasurive të patundshme. Nuk e dim nga viti 2022 deri në vitin 2024 që ka patur ende licencën aktive për mbledhjen e borxheve, sa ka përfituar ende. Ndaj, këto janë parat që janë gjetur në llogari dhe këto janë ato që ka konstatuar prokuroria, por pa bërë një vlerësim të vlerës së pasurive të patundshme, sepse me vlerën e pasurive të patundshme që janë rreth 1.700 të tilla, besoj se dëmi duhet jetë më i madh se sa 37 milion euro. Mirë, është momenti për të shkuar në një hapësirë publicitare dhe rikthehemi sërish. Jemi rikthyer sërish në studio, avokat, për të vijuar logjikën që tha Ola pak më parë, këta individa kanë shanse të marrin ndonjëherë paratë e tyre? Shije keqe ka qenë lirimi i parave të bllokuar, s'po themi për paratë që ka bllokuar një firmë mbledhjes borxhesh në mënyrë pa drejtë për konsumatorët dhe për hallexhin debitor. Unë kam bindjen e plot që se prandaj ndëshkimi bëhet mësim dhe është garanci, domethënë, për të funksionuar sistemi. Edhe presidenti i Shqipërisë ka konstatuar cënim të sigurisë publike në këtë rast. Kam bindjen e plot që nëse do bëhet një investigim i dur dhe një gjykim i drejtë, domethënë, do të paguajnë dëm jo të vogël këto firma. Këto kompani që guxuan bën këtë lojë, pra me dhunë, me mashtrim, kemi falsifikim atje, kemi tejkalim kompetencash e thyrje të urdhrave të ministrisë të kësaj të asaj të revokimit, gjitha i kanë bërë atje, domethënë, pra kemi vjedhje, përfundim kjo është vjedhje nëpërmjet mashtrimit kësaj të asaj. Ato të paguajnë jo vetëm dëmin material, por edhe dëmin moral. Tani, nëse më dëgjojnë mua, ata të mos presin të shkojnë të gjithë, po ta nisin dhe veç e veç. To që janë viktima të kësaj politike, për mua, anti-humane, në mënyrën e trajtimit borxheve kështu. Nuk është kaq e thjeshtë trajtimi i borxhit. Pikërisht baza e sllavorimit ka qenë që edhe në kohën e Romës u shtua sllavorimit dhe ra perandoria, pikërisht kur romakët filluan të shisnin tokat e tyre për të paguar këstet. Edhe bujkëropëria këtu e kishte bazën.
dhe sot është një atu e fort që shkruhet, nuk mund burgoset askush për shkak të i detyrimi. Për vjedhje po jo për detyrime. Njerëzit që më detyruar mua më thonin, kam frikë se po shkojnë në burg, se deri këtu i kanë kërcënuar, duke parë nivelin e ulët të informuar, të formimit të njerëzit. Mo nuk të çojnë në burg. Me nderi thoja do të bëjnë këtë, po nuk të çojnë kush në burg, nuk e besonin. Presioni i jashtëzakonshëm. Por ka ndodhur mësues njëri në Fier, ish kampion atletike. Nuk e besonte që do ikte në burg. Çfarë po më thua thoshte? Do të bllokojnë pasurinë. I kanë hyrë procedurave të tërësoj pasurinë. Ata janë turë aty ku thot Ola, ke njerëz të tyre që s'kan pas lidhje. Pra, keq përdorimi dënave është një tjetër shkelje e madhe atje. Dhe e ka parë prokuroria se çfarë kanë marrë këto me gjithë blerjen e kredisë, çfarë dënash kanë marrë dhe si i kanë përdorur. Unë i sugjeroj mos ja hapni fare telefonin askujt. Ai më tepër këtyre, se kanë vazhduar dhe vazhdojnë akoma. Edhe për çudi janë njerëz të paafti dalin për zot vetes tyre në rrugë për problemet tyre personale, i kam njohur, por aty kanë bërë cubin të lidhur në një rrjesh të tërë, edhe me policë, edhe nga forcat speciale. Pra, edhe procedurat përmbarimore kanë qenë për te çdo lloj logjike, sa është mirë të shihet dhe kanë në një etikë për mënyrën se si funksionojnë këto kompani përmbarimore, ka patjetër nga Ministria e Drejtësisë. Pra Ministria e Drejtësisë duhet të koordinojë, a ka mundësi të ngrenë dhe një komision për të punë, tani edhe në Bankën e Shqipërisë, për këto institucionet, jo banka, e kanë për të bankat të punë. Për të shtyrë njerëzit që të marrin pasuritë e tyre dhe ankandet e bankave, të gjithë ta që kanë para, janë zhytur atje. Këtu kemi, pesa pash, edhe 2 kompani ndërtimore, pra ka dhe tjera. Pra duhet kemi patjetër dhe pastrim parash. Pra që ti, me 5 milion euro investim, blen 80 milion euro, kjo kalon dhe koeficienti. Nuk shitet borxhi keq kaj, duhet të jetë shumë e lartë. Pa unë nuk e di se si e kalon banka të borxh të shkoj këtu dhe pas mundësi ta mbledhin vetë, ta bëjnë vetë collection atë. Kështu që këto firma që janë, kanë pasur akses biznesi, se nuk bëhet nderi, bën deri një herë, për jo 200 brenda ditës. Pra biznes me gjykatën, biznes me bankat që bllokojnë brenda ditës, dhe në pas ka dali banki thotë se si ne tani po e konstatojmë që një person ka firmosur për kohë të shkurtër rreth 1900 ose një tjetër 12000. Pra, njëti person, domethënë, që edhe ana fizike nuk të del koha për t'i parë. Por është shkelur shumë rënd parimi proporcionalitetit. Pra, për një shumë qesharake, që thot, ajo është përtej imagjinatës, për 50 euro blokosh 3 apartamente. Ti të mos kesh mundësi edhe ta shesësh për 50 euro nga i natë apartamentin, dhe t'ja lash borxhin këtij, po ti të shkosh të marrësh borxh, pra këtu ka qenë dhuna, të marrësh borxh, ti thush atij po ta liroj për momentin të llogarinë bankare që të marrësh rrogën, pra ke buka gojë se ka bërë presion, dhe pastaj e ka ngarkuar me kamat ligjore për te asaj që një ligji, se kamatën në ato raste vendos gjykata, mund të kaloj kamatën ligjore që thot banka, dhe pastaj kanë shkuar në pikën që e kanë nxjerrë debitor dhe kanë kërkuar borxhe për te afati parashkrimi që është 10 vjet, vetë kanë qenë në shkelje të licencës, se kanë pas të fshirë për një viti, pra këtu shkeljet janë, domethënë, ta kanë pasur një garanci të madhe që nuk do kenë... Jo vetëm që janë bërë shkelje, por ajo që është më rëndësishme është janë bërë dhe me qëllim. Megjithatë, Ola, duke parë edhe reagimin e presidentit lidhur me këtë çështje, a e ka penguar kjo në dijenin tuaj sistemin e mikrokredive apo vijojnë sërish të jenë aktive? Institucionet financiare jo banka vazhdojnë që të jenë aktive, pa tjetër që në
tregje kapitaliste ka nevojë dhe për institucione financiare të vogla që ofrojnë mikrokredi, megjithatë duhet parë pak rregullat edhe fusha se si operojnë, sepse ne shohim shpesh dëgjojmë reklama që kredi në miratim brenda 5 minutash vetëm me kartën e identitetit. Atëherë nëse ti jep një kredi vetëm me kartën e identitetit pa e ditur aftësinë paguese të dikujt dhe nëse një njeri është në dëshpërim dhe kërkon që të marrë para, pa i bërë një vlerësim risku këtij personi. Atëherë, ti nesër pas nesër, ose do ta ekzekutosh këtë kredi, duke ditur që normat e interesit dhe kamatat për mosvjelje, duke qenë se risku është i lartë, janë shumë të larta, dhe do ta zhytësh më tej në varfëri. Ose do t'i marrësh dhe shtëpinë dhe makinën dhe çdo gjë që ai ka. Kjo është pikpyetja që duhet të ndodhë me institucionet që i mbikëqyrin dhe që kanë në dorë kuadrin regulator të këtyre institucioneve financiare jo banka. Pra, si është mënyra që i japin? A bën një vlerësim risku? Pyetja që shtrohet. A mundet dikush që është i zhytur në borxhe, t'i japësh më tej borxhe? Pra, ti duhet të shohësh nëse ka kredi të këqija pa kredi të tjera pa paguar, cilat janë asetet, a është në punë. Nuk mund të japësh dot një kredi vetëm me një kartë identiteti. Tjetra që shtrohet është kush i sheh normat e fitimit dhe interesat që kanë këto institucione financiare jo banka. Pra, nëse dikush, edhe nëse i bëhet vlerësimi i riskut në rregull, por nuk ka aftësi paguese për një muaj apo për 2 muaj për shkak edhe të problemeve, qoftë të marrjes së pagës, qoftë të ndryshimit të punës. Në momentin që kamata dhe penaliteti është shumë herë më i lartë, sesa ndonjëherë shkon 2 fish i këstit të kredis, atëherë ti automatikisht e bën atë një kreditor të keq, sepse ai nuk e ka menduar më përpara që mund të përballojë një kost më të madh se 200 euro në muaj, dhe ti ja bën 400 euro. Dhe kjo është ajo që duhet të shohin institucionet që licencojnë. Megjithatë, për të kthyer tek pjesa e moralit që ka skema e mikrokredive, sepse gjithmonë kemi dëgjuar nga institucionet, sidomos Banka e Shqipërisë që thotë borxhi nuk falet dhe nuk mund të krijohet ky precedent. Pyetja që shtrohet është, janë 85 milion euro kredi, portofol kredish që janë blerë nga MCA deri në vitin 2020. A ishte ky shkaku i 25% kredive të këqija që u dizenjuar gjithë ky legjislacion? Sa ishin në vitin 2014 kredi të këqija? 1 miliard euro. Ndërkohë që kemi të bëjmë me 85 milion euro dhe po të marrim dhe portofolet e tjera të shpërndara në disa institucione të tjera të mbledhjes së borxhit, nuk shkojnë më shumë se 200 milion euro. Nga vetë analiza e Bankës së Shqipërisë dim që 65% e 1 miliardshit, pra 650 milion euro, ishin të korporatave të mëdha. Po me këtë borxh çfarë u bë? A u fshi, a u bëra i tof ai borxh? Sa u ristrukturua? Dhe a e shpëtoi kjo uljen e peshës së kredive të këqija në këtë sistem apo jo? Jo, kjo tregon që vetëm më të varfrit dhe më të dobtit u varfëruan më tej. Dhe në fakt, ata që morën kredi më të mëdhaja, në kredit korporative, ata thjesht u pasuruan dhe ju fshën detyrimet. Në fakt, kam edhe një pyetje për të dy, pasi edhe koha është në limite, pasi është rëndësishme dhe kjo që dua të them, rolin e Bankës së Shqipërisë si e shihni? Rrënjësor, sepse Banka e Shqipërisë ishte ajo që mori nismën për të ulur kredit e këqija, duke nisur licencimin e kompanive të mbledhjes së borxheve, dhe duhet se s'bën që të dizenjonte një procedurë të saktë. Duhet edhe rregullat e qarta. Pra, nëse dikush është debitor i keq te një bank X dhe kjo kredi shitet te një kompani borxhi, banka që e shet duhet ketë detyrimin që ta njoftoj debitorin që detyrimi jot është shitur këtu, ose qoftë edhe t'jap një listë të kompanive të mbledhjes së borxhit se ku duhet Dhe me ligj Banka e Shqipërisë ka përgjegjësi në fakt? Jo, Banka e Shqipërisë me ligj nuk ka përgjegjësi, por duhet bashkë me inicimin e lehtësimit të kodit të procedurës civile, duhet të bënte edhe këto rregullore, sepse nuk mund të mbash vetëm njërën anë.
Se është ent regulator në i farë mënyrë. Në momentin që ti nuk e ke eksperiencën përvojën për të ditur që do të ndodhin këto, kur nisën të vinin ankesat, çfarë bëre si institucion? Dhe më pas, kur ke bërë raportin e auditit që ka bërë Departamenti Mbikëqyrjes së Bankës së Shqipërisë në vitin 2020, që dha rekomandime për kompaninë MCA dhe Final. Kur bëri raportin e vitit 2022, kur nisi pezullimin e licencës, pra, pse duheshin 4 vjet që të merje me një vendim që të ndalje këtë skemë? E qartë. Ndaj, këtu duhen parë përgjegjësitë institucionale të Bankës së Shqipërisë. Avokat, roli i Bankës së Shqipërisë, shkurtimisht, nëse mundesh... Ai është roli kërësot, tregun financiare mbikëqyrë Banka e Shqipërisë. Pavarësisht që edhe bankat e nivelit 2, që janë këtë lojë, edhe institucionet financiare jo bankë, kanë për ustajnë ku japin llogari dhe ku ju rregullohet i gjithë përmbajtja e tyre kanë Bankën e Shqipërisë. Pra që nga i njoftimi thjesht që tek rregullohet e Bankës së Shqipërisë ekziston njoftimi i përvitshëm nga bankat dhe nga institucioni që të jep kredin, që nuk respektohet, tek ajo që u tha që momenti që bankat ty të delegon si debitor të delegon tek këto kompani që janë shumë agresive, por fakti që bankat nuk ka qenë të afta për ta bërë dhe delegojnë këto kompani, po të shihet lidhja, besoj pa tjetër, këta kanë lidhje dhe me Bankën e Shqipërisë në qendër, këto kompani, lidhje shoqërore apo gjaku apo biznesi, mënyrë të deklaruar pa deklaruar, unë mendoj që do të jetë e vërtetë kjo që po them unë, dhe për këtë arsye edhe presidenti ka kërkuar të hetohet dhe roli guvernatorit Bankës së Shqipërisë. Do ka ndodhur këtu. Shqipëria është e vogël, kur i ka marrë vesh unë, i ka marrë vesh dhe ai, nuk është dhe ai që hajnë kumbullat të dartat maskurizit, nuk është kemaja Olimpit, është atje në Bankën e Shqipërisë mes Tiranës. Këto ka ndodhur këtu dhe ka pas pasoja. Ka pas pasoja si ke këta që kanë qenë agresiv me këto firmat, që janë detyruar të vrasin veten, edhe tek ai hallexhiu i thjesht atje. Dhe unë mendoj që lirimi i llogarive ka qenë gabim. Pra, akoma ne nuk kemi institucione të besueshme. Dhe jo më kot, presidenti ka thënë, preket siguria publike, domethënë. Ne nuk mundemi ta lëmë një aktivitet të tillë ku pjesat më vulnerabël të jenë të painformuar dhe të pambrojtura, ka shi një sër shkelësh tilla të rënda penale që i kemi thënë, që këtë përdorimi të dhënave, tek presioni, tek mënyra si janë bllokuar të tërë, si me që mall pa zot. Këtu mungon, e Banka e Shqipërisë është një pjesë e shtetit, që rregullon dhe nxjerr dhe vetë akte në ligjore. Ta mall pa zot, bllokon pasuritë e hallexhive, sistemi ligjor të gjykatave e kemi drejtësisë, e kemi të bllokuar në blackout total, do 20 vjet marrë gjyq tani, 10 është e mesme, atëherë ku shkojnë këta? Depresion? Edhe bëhet fjalë për shuma qesharake, ai ka thonë me shpirt, kam 3 fëmijë që i kam në universitet, do paguaj një master. Domethënë. Edhe ka marrë 5 milion lekë të vjetra kredi për të bërë biznesin e rreshtarisë, po thua i lau të tëra, ti prap vazhdon. E dyta kanë ndryshuar në diçka. Tek një njëjti person. Të më kanë thonë njerëz, bleva me ju të një telefon, ma dham për një kredi në vjet. Këtë vit i kanë thonë ke 2 kredi tjera, i ka pasur 2 kredi, nuk ta japim më. Pra kanë filluar ta shtrëngojnë dhe ta bëjnë të analizë, pra të mos shkojnë më te ky grup target, i cili është pa mjete financiare, është në përshirësi se ai shkon i merr to kredi, ose janë të rinj, duhen të bëjnë i përpushime dhe i dalin nga hundët pastaj 10 vjet. Ola, përpara se t'ju falenderoj shumë shkurt, ka shanse që këto familja apo individ marrin paratë e tyre dhe pronat? Sa janë shanset në dijenin tuaj, pasi e keni dhe jetuar këtë? Kjo çështje do të varet nga vendimi që do të shpall gjykata e apelit, që të jetë i formës së prerë, por nga ana tjetër, kjo mund të ishte zgjidhur shumë mirë edhe në mënyrë administrative, duke e marrë në konsiderat politika, qoftë mazhoranca, qoftë edhe opozita, po të kishin bërë disa nisma ligjore, qoftë edhe të krijonin një komision parlamentar me përfaqësues të gjitha partive politike dhe të emëronin një skuadër institucionale që të bënte verifikimin se cilat prona janë të tërsuar në mënyrë të shkelje të ligjit
hapur, dhe më pas të bëni një akt normativ ose një nisëm ligjore që të rregullonte. Mos pritej për vendime gjykatash, pra të presim gjykatën paraprake, gjykatën e shkallës parë, gjykatën e apelit, që më pas hapet gjyqi civil edhe një pronë e cila e ke parasyve që është titërsuar në mënyrë të padrejtë, të marrë 20 vite kohë. Shkoj pa fund, hetim gjyqësor. Në gjykata, pra duhet mbaroj një gjyqi penal që më pas të bëhet edhe gjyqi civil, që ai personi të cilit i është marrë prona në mënyrë të padrejtë të marrë dhe të regjistrojë atë pasuri. Ola, faleminderit. Avokat, faleminderit. Faleminderit ju. Kemi ardhur kështu në fund të emisionit për ditën e sotme, bashkë miru takofshim.